Në kohën kur gjithçka blihet online, edhe tema e diplomës është vetëm një klik larg, me paketa të sigurta suksesit, çdo ditë më shumë reklamat poshtohen në rrjetet sociale me çmime që varion nga 180 deri në 250 euro, sipas degës apo nivelit të studimit. Studentët përballë afateve dhe presionit për rezultate shpesh joshen nga këto oferta. Janë dhe këto faqet online që nuk e di se si reklamohen në mënyrë kaq të hapur, që bëjmë tema diplome, shesim tema diplome. Kjo pastaj është një hyrë në kufit e tragjikomizmit. Sepse është tragjike për faktin që një student katandiset ka mësuar 5 vite me radhë, ka shtrydhur trut për të marrë një 9, një 9.5 apo një 10, dhe pastaj shkon dhe blen temën e diplomës. Prodhojnë njerëz që nuk e kanë një aftësi të menduarit apo dhe të menduarit kritik, se në fundit universiteti këtë qëllim ka. Edhe studentët pohojnë se hasin çdo ditë faqe të tilla në rrjetet sociale, ndërsa cilësojnë fenomenin si të padrejtë. Ka shumë faqe që shesin diploma online. Është shumë e padrejtë në radhë parë, edhe po kam dëgjuar, jo eksaktësisht te universiteti jon, po që është fenomen që ndodh. Mendoj se i dëmton shumë dhe në fakt edhe studentët që lodhen të mësojnë shumë për të fituar këto dëftesat me zotësi, sikur ju ulet edhe motivimi. Mendoj se s'është drejtë që diplomat shiten online, ato duhet bëhen vetë nga studentët. Për ekspertin e arsimit, përgjegjësia bie mbi pedagogun udhëheqës, i cili njeh kapacitetin e studentit dhe mund të dallojë lehtësisht nëse një punim është realizuar nga vetë ai apo është i blerë. Pedagogu udhëheqës ka përgjegjësinë më kryesore. Ai ka gjithë barrën e provës, që është kjo diplomë e saktë apo nuk është e saktë. Një student që bën një temë që unë e kam dhënë në leksion, unë i njoh dhe kapacitetet e atij studenti. Unë di dhe mënyrën se si ai shprehet, unë di dhe mënyrën se si ai artikulohet, se si e bën analizën. Edhe pse neni 73 i ligjit për arsimin e lartë nënvizon se universitetet përcaktojnë pragun e notës mesetare që jep të drejtë studentit të diplomohet duke përgatitur dhe mbrojtur një punim diplome, Zhapaj thotë se nuk përjashton mundësinë që edhe student me rezultate të larta të kërkojnë këto rrugë të shkurtra.